jemi prej ditëve më të mira që e ban më të fort edhe ditën është ajo e cila e rrumbullakson apo e mbulon nata. Ne do të shfrytëzu edhe ditën, po edhe më shumë angazhim edhe natën me i bo adhurim Allahut Azza wa Jall, dhe për ta ka argumente të shumta prej profetit sallallahu alaihi wasallam se qysh ai e ka ringjall natën dhe kështu me radhë. Mirë, po na do të flasim vetëm me një pjesë më e dhënë shumë rëndësi. Pse populli jon nuk ka prej atyre që e mundojnë vetin. Populli jon është një popull i cili hajtë se me mëshirën e Allahut. A vërtan s'mon, nuk ka që e mundojnë vetë për ibadet adhurim. E na po tut mja gjej që kanë ndonjë ilaç popullit ton që me mund me arrit ato që ata dëshirojnë, me aletu atyve ata që dëshirojnë. Edhe pse kjo nuk bëhet, po mëshira e fejes do të me qenë i gjëtiv. Prej veprave të mira në këtë dhejqen e fundit është e dua. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, la yurdu qada'a illa dua. Nuk ka mundësi me e kthy, me e thy kaderin vetëm se lutja. Në këtë dhejqen e fundit, shfrytëzoje, theje kaderin tonë. Po që ato është el kader, në lidhje të saktimit, është lutja jote e thënë kaderin Allahut Azza wa Jall. Ad-du'a, përkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, fa'alaykum ibadallah bid-du'a. Përkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duaja është ajo e cila e prish kaderin alo pas vrit, duaja është ajo e cila e ndërron kaderin edhe kur zbret, duaja është ajo e cila edhe mes çejve duke zbrit ndrohet kaderi. Kur i ndëgjon pasaj pejgamberi na thotë aleikum ibadallah bid-du'a, andaj ne na obligohet o ju rob të Allahut me lutje, por me e ndryshu kaderin ton. Pasaj o ju vëllezër, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمن. Kujna ju ka hap dyrt e duas, lutjes, e shfrytëzon këto ditë, këto natë me lutje, thot ati ju kanë hap dyrt e rahmetit. Që kjo është o populli jot. Nëse dan ti me thonë hajtë se Zoti më fal, merre një prej shkaqeve kryesore këtë natët, dhejqin e natëve, atëherë shfrytëzoj me lutje se tu ka hap dyrt e rahmetit, mëshirës. Thotë Sufjan al-Thawri, ad-du'a fi tilka al-layla ahabbu ilayya min as-salat. Po thotë Sufjan al-Thawri, lutja në këto ditë, apo në natën e kadrit, po thotë është më e mirë për mua se sa namazi. Shiko, më e mirë për mua se sa namazi. Lutja në këto ditët apo në këto natët që na e lypim natën e kadrit. Tek Sufjane ka qenë më rëndësishme lutja se sa namazi. A kemi argument tjetër? Po. Aisha kur e ka pyet profetin, apo në çfarë son e vrej? I di shehat e natës katërt, di që sa të kuka natë e katërt. Çka më po? A mos ka thonë pejgamberi fal namaz. Bakta. Ka thonë thuj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah ti falës e ndan falen, andaj falëmu. Do të thonë shka me lutje. Çfarë lutje? Falje tek Allahu Azza wa Jall. Kjo është e ju vëllezër, e këshilloj vetëm tem edhe juve, shfrytëzoni këtë dhejqen e fundit me lutje, me dua, dhe ju jeni në vend të prindëve të mi, mos u marrani lutje mu dhe ju e dini bashkë mi se çka kam nevojë unë për lutje. Allah pranoj për ju dhe për neve, ja Rabbil Alamin.